Afro 20 persona kanë vdekur nga pickimi i ricrave në Malishev që nga koha e pas luftës, kur kjo zonë është identifikuar me një numër të madh ricrash helmuese. Jo më lart se para 3 vjetësh, komuna e Malishevës ka pësuar humbjen më të lartë të njerëzve nga ricrat, kur brenda vitit vdiqen 6 persona. Familjarët e edhe zona e Malishevës vazhdon të jetë shqetësuar dhe plot dhimbje për këtë fenomen. Këto fakte megjithatë nuk e ka ndaluar kryeministrin Isa Mustafa që shkaktarin e vdekjes së qytetarëve të tij ta përdor për të ironizuar rivalet e tij politik. Në faqen zyrtare të tij në Facebook mbrëmjen e së njëjtës, ricrat e Malishevës janë përdorur në kontekst ironik për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Deklaratat, komunikatat e AAK-s po më përngjajnë ricrat e Malishevës, nuk i do as me i pa e lere më me i komentu, por të kapëm për trupi. Fjalori dhe logjika ekstreme e majtwa demaskon petkun e qendrës së djathtë me të cilën tentojnë të mashtrojnë perëndimoret. Ka qenë ky shkrimi i tij në Facebook. Deputeti i nismës për Kosovën që vjen nga kjo zonë, Haxhi Shala, ka deklaruar se përqeshja me këtë fenomen është i pajustifikueshëm. Ai ka rënditur në të njëjtin nivel Mustafën dhe Thaqin, i cili më parë i është referuar malishevazëve si zagar, duke cilësuar zhargonin e tyre të ndikuar nga njëri tjetri. Isa duke nejtër me ashimi kanë filluar edhe të përdorin zhargonin e njëjtë të fjalorit, ai me herët votuesit e vetë ose qytetarët e Malishevës të cilët me të vërtetë e kanë mbajtur ato në kohën e luftës, e kanë mbajtur edhe vetë luftën, i pa qytur zagar, kurse ky tjetër tash që 2 vite duke nejtër pothuajse gati çdo ditë kanë filluar të përdorin të njëjtin fjalor edhe të quajnë edhe rriçat e Malishevës. Mu vjen keq pi disa familjeve ose simpatizantë të Lidhjes Demokratike, me të vërtetë kanë qenë familje të mëdha, ata si do ndihet, edhe ky si do ndihet nesër kur të shkojnë në fushatë edhe të takohet me ata njerëz. Shala ka thënë se kërkimfalja do të ishte më e pakta që kryeministri mund të bënte, por gjë të cilën ai nuk e ka bërë. Përkundrazi, zëdhënësi i tij Arban Abrashi ka deklaruar se statusi në Facebook nuk është shkruar nga Mustafa, por nga disa të rinj që mbajnë Facebookun e tij, por që për Shalën ai është fjalor i kryeministrit dhe i askujt tjetër. Unë besoj që masi prej ricrave ka pas viktima, nuk mjafton kërkimfalje nga kryeministri. Është e pakt, po edhe këta ai nuk gjon arsye të kërkon falje, por dalin zëvendësit e tij dhe thonë që disa të ri po ja përdorin Facebookin. Neve si qytetarë të Malishevës nuk na intereson kush e përdor atë Facebookun, a përdor ai apo djali i tij apo rinia e LDK-s. Për neve është fjalori i kryeministrit. Nuk kemi mësuar vetëm pse të ndijmë si ofendime nga kryeministri, po kryeministri çdo herë kundërshtarët i ka ofenduar me një diçka. Përkundër deklarimit të Abrashit se statusi nuk është shkruar nga Mustafa, ai nuk është fshir nga Facebooku dhe ende vazhdon të jetë në faqen e tij zyrtare. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk e ka marrë dhe aq seriozisht krahasimin që i ka bërë kryeministri. Muharrem Nitaj nga AAK ka deklaruar se u ka mjaftuar sqarimi i Abrashit që kanë marrë mbrëm. I kanë ra pishman kësaj pune, e ka sqaruar zëdhënësi Arban Abrashi se atë status nuk e ka shkruar Mustafa, prandaj s'kemi çfarë të themi. Është përgjigjur shkurt Nitaj. Kryeministrit për këtë status i ka reaguar mbrëm edhe kryetari i Deçanit Rasim Selmana, i cili ka thënë se nëse të tillë i cilëson AAK-n, atëherë edhe LDK është e mbizotruar me të tilla ricra.